Përshëndetje, nderuar miq, drejt për drejtin e ekranin e RTS3 në këtë transmetim të drejt për drejt televiziv të emisionit Dimensioni 4. Shqipëria duket se ka kaluar ditë të edhshme, por natyrshëm të rinj, studentët janë një pjesë e rëndësishme e asaj që konsiderohet opinion bërje, ose asaj që konsiderohet se si formësohen politikat e një vendi. Por përpara se të shkojmë rreth dhe të flasim rreth asaj me të cilën ne duam të ballafaqohemi për gjatë ditës së sotme, është shumë e rëndësishme që të rinjt të dëgjohen, të rinjt të jenë pjesë e asaj që quhet gjenerata që flet, por gjithashtu është shumë e rëndësishme se nga të gjitha situatat të rinjt duhet të marrin në dorë fatet e tyre. Kështu do të flasim sot, nderuar teleshikues, për një temë interesante e cila i prek të gjithëve. Guximi është pjesa e parë e çlirimit të lirisë apo pjesë e një iluzioni për sukses? E bazuar në ai që zotëron guximin, a ka gjithçka, po apo jo? Në raste të caktuara të rinjt njihen si guximtarët më të mëdhenj, por një fije e hollë shpeshherë e ndan guximin nga e mundura dhe e pamundura. A bëjnë të rinjt më shumë apo më pak në ditët e sotme? Për të folur me mua nga ana ime Edia të Shesa. Esa, përshëndetje, faleminderit për prezencën në studio në këtë mbrëmje kaq të bukur. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën tuaj. Faleminderit, dashuresa, nga ana ime Majtë Shkresha. Kreshnik, faleminderit për prezencën në studio. Faleminderit juve për ftesën. S'po heq zezën akoma. Po, ka simbole. Është dëgjesa. Dakor. E bukur. Edhe këtu duhet guxim këtë dëgjesa. Gjithashtu me mua nga ana imediate Shesi. Esa, përshëndetje, faleminderit për prezencën në studio. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Përveç se të dëgjuarit mirë, është shumë e rëndësishme edhe të kuptuarit mirë, apo? Normalisht, patjetër. Gjithashtu me mua në studio nga ana ime Majtë Ariola. Ariola, përshëndetje, faleminderit prezencën në studio. Faleminderit ju Ladi për ftesën, kënaqësi të ritakohemi. Ke qenë Kukës për gjatë fundjavës? Po, isha për një ditë, po. Shumë mirë. Mirë, gjithashtu me mua nga ana ime e djathtë është Kesi. Kesi, përshëndetje, faleminderit prezencën në studio. Përshëndetje Ladi, faleminderit për ftesën. E para e bërë shumë e bukur, e dyta rezonon shumë me të zezën e Kreshës, nuk e di pse. Që janë të guxime kështu. Ndoshta kemi bërë kastim. Është diçka shpirtërore, ndarja e tillë, domethënë, kështu që. Mirë, më pëlqeu. Gjithashtu me mua në studio nga ana ime Majtë është Alvi. Alvi, përshëndetje, faleminderit për prezencën në studio. Një falenderoj edhe ju për ftesën. Mirë, shkojmë në debatin tani. Guximi nuk është vetëm një akt trimërie, në fakt, se shpeshherë njerëzit e konsiderojnë veten të guximtar, ku bëjmë vetëm akte trimërie. Natyrshëm ne nuk ndodhemi në luftë, por ndodhemi në paqe, por guximi në vetvete është një vendim, është një vullnet për të përballuar disa çështje me të cilat të rinjt përgjithsisht, dukshëm ose jo, janë apo jo dembel. Dua ta hap me Estën. Sipas teje, guximi është një pasuri që e kanë të gjithë, apo është një pasuri që duhet ta ushqesh, le të themi? Për mendimin tim, guximi është një ndjesi e brendshme që duhet të shkojë në raport me sa femërore më bërë. Që duhet të shkojë në raport. Se guximtarët unë i kam njohur sikur janë burra. Për mua, për momentin, guximi është një gjë e brendshme që duhet të shkojë në raport me unin e personit. Edhe është thjesht akti të mos të priturit që të marrim një validim apo një aprovim nga shoqëria për të vepruar apo për të shprehur atë që ne duam të shprehim apo të bëjmë. Sa bukur e shikon kamerën, më pëlqeu ky guxim për të parë kamerën. Edhe një herë, pyetja është nëse është një pasuri e gjithë secilit në vetvete, pjesa të qenurit guximtar, apo vetëm disa janë guximtar, të tjerët nuk duhet të jenë guximtar. Sipas teje, gjithë. Pasuri është e gjithë secilit, por duhet të dimë si ta përdorim dhe ku ta përdorim. Jo çdo kush duhet ta përdori dhe jo në çdo moment. Nuk mendoj që është veti e gjithë secilit. Unë mendoj që për më tepër ka një masë shumë të gjerë të personave të pa guximt. Personave të pa guximt. Pra që nuk marrin guximin të shprehin si opinionin e tyre dhe kjo është gjë më minimale e mundshme. Unë mendoj që guximtarët janë ata që kryesisht janë më të hesturit. Unë mendoj nga ana tjetër që guximtarët ose guximi lind sipas nevojës. Sa më shumë në vështirësi të jemi, aq më shumë guximtar bëhemi për të ndryshuar rrethanat e jetës tonë.
Kjo ndodh në teori, kam përshtypjen që sa po thash, kjo ndodh në teori, po në disa raste kur problemi shtyp individin, atëherë edhe guximi është një qiri i fikur, mendoj unë. Kështu që do të thosha që ata guximtarë që janë sot, dhe unë ky është opinioni im, nuk e plotësojnë detyrën e tyre për të frymëzuar dhe një pjesë tjetër të shoqërisë. Unë mendoj që guximi ekziston brenda gjithë secilit, ashtu siç ekziston çdo emocion njerëzor, por jo të tërë kanë të aktivizuar atë prizëm të, prandaj përmenda edhe unë, jo të tërë kanë të aktivizuar atë prizëm të shënjes së tyre. Unë do thoja që guximi është i parë i njerëzve të suksesshëm, gjithmonë është e vështirë që dalësh nga i kafazi, nga ajo zona komfortit, dhe jo të gjithë e kanë këtë. Prandaj ata që janë suksesshëm, ashtu siç tha edhe Kresha, zakonisht në heshtje, janë njerëzit që kanë vërtet guxim. Guximi është një potencial që çdo kush e ka brenda vetes, por e gjithë çështja qëndron në faktin që do apo nuk do ta shpreh. Edhe shprehet në disa situata saktuara, ose realisht kur duhet të shprehet, ose kur thjesht bëhet si ajo situata që e vë macën septodomos nuk ka ku shkojë dhe nxjerr Kam një pyetje fjetrat. seriozisht për ju, domethënë ku e shihni këtë guximin që shprehet nga njerëzit përgjithësi, se jetojmë të gjithë bashkë, jetojmë në një ekosistem, po themi jetojmë në Po ndoshta guximin e dim kështu vetëm me macën atë. Jo, thjesht kjo është thjesht një lloj metafore. Unë kam përshtypjen, Është thjesht një lloj metafore. kam përshtypjen që njerëzit e guximshëm duken edhe në shoqëri, pra kontributin e tyre japin edhe në shoqëri. Kur shoqëria vuan nga disa aspekte, guximtarët dalin dhe njerëzit i atashojnë këtyre guximtarëve, po guximtarët nuk po i shohim, kështu që Unë shoh guximtar njerëzit që kanë fuqinë dhe integritetin që të hynë brenda vetes së tyre, të zgjidhin problemet e tyre, ta pranojnë veten ashtu siç janë, për të shkuar në një stad akoma më të lartë të asaj që ata janë. Unë shoh guximin tek gratë në Shqipëri para 20 vitesh që ishin të parat që vendosën të bënin divorc. Tek njerëzit që kanë... Nevoja për guxim është gjithmonë e varur nga indikatorët e jashtëm, nga rrethanat e jashtme. Pra është një nevojë e shoqërisë, siç ishte kjo e divorcit për shembull, ishte një fenomen që shoqëria po përballej për shembull me dhunë të burrave, që ishte e gjerë, nuk ishte vetëm vetjake e një gruaje, ose me fenomene tjera, dhe janë rrethanat e shoqërisë që të diktojnë ty si individ që duhet të ndërmarrësh guximin për Po i bërë pari nuk diçka. ishte ky rasti, guximi për të hyrë brenda vetes dhe për të zgjidhur problemet që një person mund të ketë, për të updateuar veten është një zgjedhje që jo të tërë bëjnë, dhe ky është ai guximi i parë. Patjetër, prandaj thash është i pari i njerëzve të suksesshëm. Një sekond. Kjo është zgjedhje e dytë. me gjithë respektin, mendoj që Çuan në një lumë tjetër, sepse unë mendoj që me gjithë respektin për fenomenin që ka ndodhur 20 vite më përpara, nuk e dija, ishte informacion që e mora, po mendoj që guximi është diçka që nuk ka gjini, pra guximi mund ta kem unë, mund ta kenë edhe gjithë njerëzit e tjerë të shoqërisë. Unë e kam probleme me ata njerëz të cilët thonë që janë guximtar, marrin përsipër gjëra dhe thjesht heshten pas një sprove që kalojnë. Ku e di ti, domethënë që kanë pasur një arsye apo diçka për të heshtur pas një X sprove? Një guximtar që është, po themi, në Po heshtja flet më shumë se sa fjalët. Në thonë, heshtja, tani, në rast se do flasim më shumë e heshtje, do përfundojmë gjithmonë Jo, tani në unë s'po them që stagnacion. heshtën përpara pa drejtësive apo diçka e tjetër, por e kanë në sensin që shpesh Guximtarët nuk ne nuk e heshtin. njohim historinë e tjetër që kemi përballë. Guximtarët nuk heshtin. Unë parim jam një person Nuk heshtin, që po nuk kam heshtur ndonjëherë, sepse unë mendoj që kam guxim. Dhe një guximtar, jo se unë jam shembull për të tjerët, po besoj që një guximtar, një person që merr përsipër të realizojë diçka, nuk hesht ndonjëherë. Një guximtar i vërtet patjetër që nuk hesht, por nuk duhet harrojmë diçka që zhvillimet e kohëve të fundit. Domethënë, ky modeli i jetesës që kemi ne sot nuk është se i favorizon shumë të qenit guximtar. Është ky modeli negativ pra që ka ardhur sot. Që thuhet që ne na mëson që është më mirë të jesh konformist se sa të jesh guximtar. Cili është ky modeli, se në rast se nuk e bëjmë qartë edhe në është konformizmi që nuk i favorizon shumë të qenit guximtar. Dhe shpesh guximtarët bëhen alienizohen më shumë. Shiko, unë mendoj që kaq shumë të guximshëm janë këta njerëz. Okej. Këta njerëz kaq guximshëm, unë nuk e kam këtë guxim. Jo, ti dëshiron ta kesh, s'ke pse mos. Jo, nuk e kam këtë guxim të jem si ata. Si ata. Mirë, dakor. Nuk e kam këtë guxim. Unë nuk guxoj që të bien ndesh parimeve të mia. E para dhe e dyta nuk guxoj të bëhem tapeti askujt.
Normalisht që po, jam shumë dakord që Shiko, çdo lloj njeriu që bën këtë për herë, okay. Vetëm një sekondë. Mendoj që njeriu duhet të di ku të flasë. Mendoj që njeriu duhet të di ku të flasë dhe të guximshëm për të, siç thoshte Aristoteli, luftoni për të drejtat tuaja dhe jo për interesat tuaja. Njeriu për mendimin tim duhet jetë i ditur aty ku po synon që të jetë dhe duhet të luftoj për drejtat e veta në momentin që i shkel, jo po si vetëm do luftoj kur Esio të thotë që jeta është bërë më fal, po tani këto janë gjëra në letër, po në realitet ne themi që po pikërisht mund flasim sa duam, mund bëjmë filozofi sa duam, po sipas teorisë së Esios edhe dua t'ja pranoj, prandaj un kam ngelur deri në ka konformizëm pra. A ka konformizëm, ka apo nuk ka? Po ta pranoj në parim, jam shumë dakord me ty. Çfarë kishte vlerë ajo të qenit guximtar në fundit? Guximtar të bën thjesht të dala kundër çështja jo thjesht të dalit kundër, se mund të dalësh kundër kodit dhe pastaj ja futar kundër rrymës. Abstrahoj pa ka Kjo mbrëmje ka qenë bukur. Urdhëroj. Atëherë guximtar, siç tha Albini, unë nuk mendoj që guximtar quhesh thjesht sepse del kundra rrymës, po guximtar quhesh kur mbron të drejtën pavarësisht çdo gjëje. Ajo është formë përpiqen të them është njeriu duhet të di ku të flasë dhe të di ku të heshtë. Edhe po folet gjatë gjithë kohës, nuk është të bën guximtar të flasë gjatë gjithë kohës, apo jo? Jo, pra nuk shkojnë mirë të gjithë kohës. Se pastaj ekziston dhe fenomeni guxim budallaj. Pikërisht, është kjo që bën ti thjesht për të dalë kundra rrymës se ja fut kot, flet kot. Tani kjo zot thotë që ai që thotë që toka është e sheshtë, nuk do të thotë se është guximtar, kupton? Është thjesht idiot. Jo, po ideja është të kesh një qëllim, një logjik, një parim. Thjesht po merja si shembull, nuk po kaloj aty. Okej, dakord. Për t'ju përgjigjur Ariolës në të që tha, dakord, Aristoteli ka thënë ashtu, po mos harro që fjala interes ka ardhur nga fjala interese që do të thotë të qenit me. Pra ne nuk kemi se ku shkojmë pa pasur interesat veçantë dhe nëse nuk lufton për interesat e tua, atëherë nuk je guximtar. Do me thënë, qofse ti nuk lufton... Po pse ti mendon që vetëm për interesat e tua lufton një guximtar? Pra një guximtar është kaq pa ideale se interesi jot mund të jetë një interesi përbashkët, po ama në parim është joti si fillim dhe pastaj është interesi komunitetit. Shumë dakord, po nëse interesi im është një interes i dëmshëm, nëse interesi im është një interes që më favorizon vetëm mua, por për tjerët këtu rreth rrotull është i dëmshëm. Në rast se të favorizon ty, do favorizoj dhe dikë tjetër bashkë me ty, sepse ne jemi në një shoqëri ku jemi të lidhur me të gjithë në një formë apo në një formë tjetër. Interesi im është të arrij atë çfarë dua në mënyrë më Ajo që arrin ti të paktën ndihmon një individ familjes tënde, një individ tënd të ngushtë, kështu që nuk është vetëm i jote. Por ty të sjell një të keqe. Mua më sjell një të keqe, po kjo është jeta, ka të mirat dhe të këqijat. Nëse ti do të jesh i suksesshëm, patjetër që do lesh dikë anash, sepse drejt suksesit vendet janë të limituara. Si po flasim në teori, në fakt Kresha dhe Esio e futën në një prag më të shtruar dhe unë dua të jem shumë realist. Dhe po them që sot të rinjt ose përgjithësisht shoqëria është konvencionale, pra nuk është jo konvencionale. Natyrisht shoqëria ashtu duhet të jetë normalisht, por nevoja për ndryshim është e padukshme, sepse njerëzit përtojnë, sepse njerëzit nuk duan më, pra kanë një mentalitet stagnacioni. Këtë po thonë kam ide. Dhe prandaj të thashë në fillim që guximi është i parë njerëzve të suksesshëm. Po, sa po thej që edhe guximtar është ai që ndjek interesat e veta. Po patjetër se duhet të jetë një qëllim, jam dakord. Po mirë më në rregull, interes tani të flasim konkretisht, e pra, të flasim këtë në interes personal mund të jetë edhe patjetër, ka interesa nga më të ndryshme. Po interesi personal kryesor ajo është ekonomia. Po patjetër, po ky është definimi që ka dhënë shoqëria. Nëse ne themi interesa, neve na bashkangjitet fjala ekonomike. Po pra pikërisht. Vetvetiu, sepse vetë interesi i individit është që të prodhoj kapital ekonomik dhe ka humbur interesat. Edhe industrive të mëdha, kjo është. Patjetër, por ka humbur interesat për të qenë në një, po themi, shtet më funksional, në një shtet më gjithë përfshirës, kam përshtypjen. Ky suksesi, pra ky guximi njerëzve të suksesshëm ekonomikisht. Ata që ngjiten sipër dhe shohin këtë stagnacion, se përgjithsisht kam iden, dhe këta që janë biznesmen të suksesshëm në Shqipëri, kudo gjetë, e kuptojnë që shoqëria ka ato që po ne po themi dhe po diskutojmë në media publike, që është një stagnacion, që të rinjt janë konformohen me këtë të përgjumur, ta që morën guximin edhe me të mirat dhe me të këqijat e tyre, me mëkatet dhe pa mëkatet e tyre, arritën të bëjnë këto milionat, bilionat, ku diun, edhe ku shkojmë ne dhe blejmë në dyqanet e tyre. A kanë guximin ata të pranojnë se kanë mundësi të ulen me këta që janë poshtë për ndryshuar në gjë? Apo guximi tyre ishte derisa vë milionin e parë të eurove dhe pastaj çdo gjë. Unë mendoj që nuk kanë guximin të ulet me njerëzit poshtë dhe mendoj që për më tepër,
Mendoj që edhe për më tepër është një nga qëllimet e tyre që të mbajnë jashtë konkurrencën midis individëve, se mos harrojmë. Jetojmë në një shoqëri kapitaliste ku kryefjala pushtetet e paraja janë dy gjëra që realisht ndryshojnë njeriu dhe ti nuk mund të pretendosh që një njeri të jetë i njëjti pa pushtet dhe me pushtet. Biles, mua më pëlqen shumë një thënie që thotë nëse do ta provosh vërtet një njeri se kush është, jepi pushtet. Po, por jo ta provosh kush është. Patjetër, jam shumë dakord, po por pushteti e ndryshon, jo domosdoshmërisht për keq. Pushteti nxjerr fytyrën e vërtet njeriut, nuk e ndryshon asnjëherë. Unë mendoj që edhe mund ta ndryshoj, sepse njeriut në jetë i vijnë shumë gjëra para të cilave ai gjendet edhe i paprgatitur. Gjëra të cilat ai jo gjithmonë disi ti presi dhe ka shumë fenomene në jetë, ashtu siç është dhe pushteti që njeriu e ndryshojnë. Këto mund të jenë si trauma, mund të jenë dhe fenomene që mund të jenë gjëra të bukura siç mund të jetë një marrëdhënie njerëzore me një person tjetër. Atëherë guximi që nga ana pushtetit për ta ndryshuar njeriu, jo guximi njeriu për të ndryshuar. Unë mendoj që njeriu guximi i ka ikur masave, kam përshtypjen. Guximi i ka shpëtuar nga dorat masave. Pra, njerëzit e masave kanë patur dikur guxim. Unë mendoj që njeriu sepse njerëzit e guximshëm ose guximtarët kryesisht kanë dalë nga masa e gjerë. Kësaj masës i gjerë i ka humbur guximi dhe kryesisht i ka ikur disa njerëzve ose më saktë. Nga kjo masë e gjerë, personat janë bërë më individualist dhe kanë ndruar klasë shoqërore. Kështu që pjesa që njerëzit nuk kanë dëshirë ose nuk kanë guxim të bëjnë diçka të përbashkët, kanë përshtypjen që vjen nga ushqimi që jep vetë të qenurit individualist. Po, normalisht, se bashkimet kemi thënë që bën fuqin, por për t'ju përgjigjur asaj që Esta thanë lidhje me ndryshimin, po them vajzat ndryshimin. Po, nga trauma, nga marrëdhënia apo diçka që është njerëzore, po them në kuptimin e këtij aspekti është fakti që njeriu është tjetër gjë të flasim që ndryshon nga një traumë apo një gjë që i ka lënë gjurmë për mirë ose për keq, ndërsa është tjetër gjë të japësh pushtet. Pushteti nuk është traumë. Pushteti nuk është diçka që lë gjurmë? Pushteti lë gjurmë, por nuk është traumë. Nuk është traumë, por unë dash disa fenomene që ndodhin gjatë jetës, të cilat ndryshojnë njeriu. Jo, unë jam dakord që ndryshojnë, por jo pushtetin. Karakteri është një gjë. Unë mendoj që kush jam unë, e di unë. Kush jam unë në shoqëri, e tregon edhe shoqëria. Dhe se si jam unë në raport me të tjerë. Por ti të ndryshosh në momentin që ngjitesh në pushtet, kjo tregon që ti pas ke qenë kështu gjithkohës që edhe kur ishe pa pushtet, edhe kur ishe në të njëjtin nivel me mua po flas. Kam qenë greedy. Po, ishe hajdi. Dhe njerëz të tillë ka shumë, ka njerëz që ndryshojnë nga fenomene të ndryshme, një ndër këto fenomene. Njerëz të dobët edhe pushtetin edhe paran. Ka njerëz që pikërisht njeriu vetëm nëse është i dobët, guximin apo nuk e zotërojnë dhe janë në gjumë. Ndoshta thjesht nuk zgjedhin ta ushqejnë. Janë në gjumë. Unë do thoja që nuk duan më tepër, mendoj që nuk duan që ta ushqejnë guximin, sepse siç tham shumica, të gjitha kanë secilësi brenda vetes, po thjesht ideja është ta zgjedhin apo jo ta ushqejnë. Po pra nuk e ushqejnë guximin, nuk duan, nuk i intereson, nuk shohin shpresë për ndryshim, nuk shohin që i leverdis një ndryshim më mirë i gjithëve, edhe po tregohen konformist. Edhe po thon varja ndryshimit, trim pozicioni jemi në rregull. Me këtë jam dakord edhe unë. Kjo është shumë reale kjo. Me Esion jam dakord edhe unë, sidomos në atë moment të jetës ku e shef guximin si dritën brenda vetes. Dhe është një dritë brenda vetes që nuk mund t'ja mohojmë. Që të themi që ka njerëz që nuk e kanë. Ndaj në parë thjesht e kanë të paaktivizuar. Masat nuk e kanë. Po pse çfarë duhet i shkojmë të ndezim ata, domethënë po e vërtet, i ndezim problematik. Po e vërtet ashtu është. Ka një çelës që mund ju kërkoj shumë dies. Tani guximin ta sjell absolutisht sipas mendimit tim ta sjellin nevojat. Në rast se as nevojat, as problematikat nuk ndezin guximin, atëherë ti e pa identitet si individ. Mund të jetë edhe dikush që të frymëzon je një person që njerë shkon këtej, njerë shkon andej, pra ke problem me ekuilibrin njerëzor, se s'ka mundësi. Guximi është ai që çohesh në mëngjes, lufton për familjen tënde, lufton për atë çka ndodh jashtë familjes tënde, lufton për shoqërinë. Po, ky është guximi. Po në rast se njerëzit nuk e shohin këtë dhe thonë, po se ne kemi menduar gjithmonë që kjo është qetësia. Sa bukur është qetësia, më valla. Ta kishim ditur gjithë që qetësia është kaq e bukur, nuk kishim ndryshuar që më përpara. Ku shkojnë vendet nordike thonë shumë qetë.
Ndërkohë po të shkosh Gjermani qetës. Unë personalisht në disa momente të saktuara për të ndezur guximin, unë besoj që çfarë është indikator për ty, nuk është indikator për mua dhe ana sjellta. Por në rast se neve kemi një shqetësim politik. Nëse është me ndezje kjo punë, pra që ty të merr korporata, të ndez, të vë fishek zjarrin. Nuk mund të jetë gjithmonë jeta. Për Kreshën mund të ketë qenë X gjë indikator, për mua mund të ketë qenë ajo dhe për mua ka qenë Y gjë, për ty jo. Po, derisa unë jam i mendimit, derisa problematika nuk është ekonomike, këtu kam përshtypjen që nuk çohet asnjëri ose nuk merr guximin që Oladi, unë në fillim të diskursit tim në episodin e sotshëm thash që si guxim së pari, unë personalisht nga përvoja ime personale deri tani shoh fuqinë dhe motivimin për të hyrë brenda vetes, për të punuar me veten, për të përmirësuar veten. Ndaj them në bazë të të del një nasja përballë dhe ta tregon guximin shumë mirë. Jo kush? Ta thash emrin. Ore, guximi im është një gjë e brendshme që ka të bëjë me mua, prandaj unë shoh guximin në duar. Para emisionit atë personin, kështu që. Si diçka. Thjesht një emër tjetër. Tani e kuptova. Të del një nasja thash, Jo nasja jo. Po pra aty më shkoi mendja thash. Jo. Ndryshova pak këta emër. Të del pra një person përballë ta heq guximin, këtë po të them. Nuk atë heq sa të duash me veten tënde. Të heq guximin. Ajo ka pushtetin, ka lëpirjen kundrejt shefit, qëndron më afër, kur ecën korridor të hapu pak më teja dhe do ecë këtu. Oladi varet të heq motivimin një guximi, se guximi është gjë tjetër. Guximi nuk ta heq njeriu. Guximi është si e brendshme, nuk ta heq njeriu. Ashtu pastaj po i morë njeriu, ashtu pastaj po e bëre për ta lidhur me këtë që the, guxim kam të bëj shumë gjëra, por jo guxim budallaj, guxim të arsyetuar, guxim që vjen nga brenda vetes dhe nga një njerëz që realisht ka punuar me veten dhe di ku të investohet. Në momentin që përpara mund të ketë dhe njerëz normal me etik, po mund të ketë dhe njerëz të egër. Atëherë nëse unë i përballem ti njeriu të egër, unë do evaluoj terrenin. Unë do evaluoj terrenin dhe do e mas këtë njeri aty ku mua më leverdis. Po ta marrim guximin si diçka të arsyeshme, i bie që ne nuk e dim se çfarë është arsyeja, se guximi nuk ka arsye. Guximi thjesht duhet të jetë aty që të jetë motor që na çon përpara. Unë nuk bëra një divizion të guximit dhe arsyeja janë pak larg. Unë nuk bëra divizion të guximit mes gjinive, por unë bëra një divizion mes guximit të arsyeshëm dhe guximit të budallajt. Shumë njerëz e kanë ka dhe guxim s'ka lidhje me gjinin, por nëse do i vendosnim arsye guximit, ore sa ta ndajmë se çfarë guximi ka, njerëz të zgjojmë guximin se se ka lidhje guximi me arsye. Më fal, se po nxjerrin gjithë mace, kupton. Mendoj që për sa kohë kemi ardhur këtu dhe kemi dalë përpara kameras dhe kemi zgjuar guximin. Po, jam shumë dakord. Edhe për sa kohë që jam këtu dhe kam fuqinë të them mendimin tim, e kam zgjuar. Pyetja është jemi shumicë? Jemi pakit që mund të motivoj dhe ore, unë jam i pari që them që nuk kam bërë punën time ashtu siç duhet. Ka gjithmonë hapësirë për mendim. Sepse në rast se unë janë dy gjëra që s'kan fund. Shiko, në rast se unë me mendimet e mia ose gjithu me mendimet tona nuk kemi zgjuar një pjesë të shoqërisë ose bashkëmoshatarët tanë, atëherë nuk kemi bërë 100% punën tonë. Unë mendoj që ne kemi zgjuar një pjesë të shoqërisë dhe bashkëmoshatarët tanë. Po ku se nuk po i shoh, kjo është ideja. Po më mund tash ideja është që sa na shohin ne. Po jo, mos e unë e shoh atëherë në fjalë atëherë unë jam një person që e shoh rezultate me anë të veprave, me anë të një procesi të caktuar. Në rast se nuk ndodh asnjë proces, po jemi në stagnacion, do të thotë që nuk kemi proces, do të thotë që nuk kemi po themi një shoqëri aktive. Unë shoh që ka funksionuar për sa kohë që mua kur dal nga kjo studio më shkruajnë njerëz që kanë motivuar nga gjërat që ne kemi thënë dhe kemi diskutuar këtu. Po atëherë me sa duket ti ke bërë punën tënde. Po shiko se u morëm me këtë faktin sa kemi bërë punën, unë e mora për shumë pak të gjë. Unë shoh që funksionon edhe në momentin që ka njerëz që kanë mendime të ndryshme nga unë. Unë shoh që funksionon në momentin që ka njerëz që më thonë, po, arrita, ndryshova mendim, jam dakord këtë drejt, ose jam dhe unë ky personi, që ndonjëherë them, po, jam dakord këtë drejt, arrita në këtë konkluzion dhe të arrish konkluzione, në ditët e sotshme është një fitore e madhe. Po sa ka kjo shoqëri kemi prodhuar? Shoqëri krevati, që do të thotë, në rast se ne e shohim që unë jap një mendim ndryshe. Shoqëria krevatit njerëz bërë. Jo, por në rast se njerëzit mendojnë që duke dalë kundër një mendimi, duke dalë kundër një mendimi, unë jam guximtar, atëherë ne kemi prodhuar një shoqëri krevati që nuk prodhon mendim kritik.
Po unë nuk e centralizova këtu. Ideja është në që se ti ke dalë në konkluzione sa janë shprehur ato konkluzione. Shumë i rëndësishëm, po pikërisht sepse neve, po një pjesë e madhe e shoqërisë Oesta tani mjaftohet thjesht me kaq. Inshallah shkojmë tek mendimi kritik, ëh, unë shpresoj të shkojmë te mendimi kritik. Qofse kemi inteligjencën minimale të shkojmë te mendimi kritik, se të paktën po prodhuam mendimin kritik, nuk ka nevojë të bëjmë revolucione me kaçurela, me situata etj etj. E kupton? Kjo është ide. Për mua kjo pjesë është e rëndësishme, nuk thash që është e gjitha, nuk e centralizova. Fikse ishte një mbrëmje nderuar teleshikues pas zgjedhjeve, duhet çlirimi i guximit nga krevati. Mirë, por unë prandaj e kemi vendosur temën tek guximi, çlirimi i lirisë apo iluzioni i suksesit, sepse ajo që ne po flasim është liria, pra, është e rëndësishme të ketë një fushë akumulimi. Do shkoj me kuotën e parë, Gjia më ndihmon me kuotën e parë, është një kuotë që është përgjithsisht e njohur, por sa aktuale është ajo në ditët e sotme. Kjo është një kuotë që po ja lë Estës ta lexoj. Në një kohë mashtrimi universal, të thuash të vërtetën është një akt guximi, George Orwell. Kjo besoj. Është. Po është. Po patjetër. Sa po e thash që Biles, jo më larg se dje pasha të filmin Don't Look Up, që po bie një kometë e madhe që do shkatroj tokën, dhe njerëzit në momentet e fundit, ku ka ngelur shumë pak kohë përpara se kjo kometë të bjerë bëjnë abort misionin për ta shkatruar kometën, edhe vendosin të përfitojnë nga kjo kometë dhe thonë mos e shiko lart, mos e shiko kometën, nuk po ndodh asgjë, jemi mirë. Sepse elita duan që të përfitojnë nga materialet që ajo do sjellin në tokë. Tani pyetja ime është në korrelacion edhe me shprehjen, po a mjafton vetëm guximi në këtë rast, sepse ajo është një shprehje metaforike? Është një shtys, guximi është një shtys mjaft e madhe, po nëse nuk ke edhe inteligjencën për të realizuar çfarë qëllimi ke, nëse ti guxon, atëherë do ngelesh vetëm një dëshmor. Po nëse ke edhe guximin, edhe inteligjencën e duhur për t'ia dalë, atëherë do bësh do triumfosh në ato që do të bësh. Po patjetër guximi është përbërësi më rëndësishëm, se po s'pat e guxim, ngelesh thjesht një frikacak i heshtur që flet me vete, pa guximin. Guximi është motori kryesor, sepse edhe nëse ti nuk ke inteligjencën e duhur që të thuash atë që duhet thënë, të paktën ti do ndezësh disa mendje të tjera, disa shpirtra të tjerë që të lëvizin dhe ata në mënyrë që të arrihet në atë qëllimin final. Po ti mund të kesh guxim të thuash shumë gjëra dhe mos ndezësh asnjë gjë. Në rast se ti ke guximin të thuash të vërtetën tënde, do i iniciosh dhe të tjerët që në atë intelektin e vet të thonë të vërtetën e vet dhe kjo sjell revolucion. Do me thënë shoqëria e kalon revolucionin sepse dikush ka guxim. Në rast se një individ ka guxim, të tjerët inspirohen në një farë mënyre apo e marrin si shembull. Por ti the që mund edhe mos kesh inteligjencën e duhur dhe prapë të ndezësh një revolucion nëpërmjet guximit. Po patjetër sepse ndezësh pa patur inteligjencën e duhur. Ti mund të kesh guxim atë inteligjencë gjithditën, por prapë nëse në rast se thua të vërtetën tënde, ti i motivon njerëzit. Sepse përveç se ne nëse në balotazh, nëse vendosim guximin apo inteligjencën, do të duhet guximi më tepër në këtë rast, sepse ka plot njerëz inteligjentë që nuk kanë marrë atë hapin e radhës për të arritur një komunitet të caktuar. Kam qenë madje në një bisedë me Kreshën, nuk e biseduar, qoftë problemet tona si student që në qoftë se mos jesh ndoshta unë ose Kresha ose Esta të parët që iniciojmë atë lëvizje. Po, patjetër nuk e vërtetë. Nuk doni ta dëgjoni. Juve nuk doni ta dëgjoni. Jo, mbyllin edhe dyert këta, po ideja është nëse nuk e çon para, atëherë ti thjesht ngelesh edhe një tjetër edhe si ajo shoqëria jonë e krevatit. Jesh i sigurt e di se si ajo shoqëria jonë e krevatit që po kemi këtë problem. Pra ne jemi shoqëri krevati apo jo tani, se s'po e kuptoj këtë gjë. Po patjetër në shumicë, po. Letargjike komplet. Tani të gjithë janë krevat tani. Jo të gjithë, në shumicë. Të shtoj diçka. Ora 8:30 edhe janë valla. Pse nuk kanë bes televizorin, po na shikojnë. Më fal, pse nuk inspirohemi? Pse mbyllim dyert dhe pse jetojmë në një kohë ku të thuash të vërtetën është akt guximi, është sepse jetojmë edhe në një kohë të frikës universale. Po. Kam përshtypjen. Njerëzit jetojnë me frikën, me frikat që mund të kanalizohen si frika ekonomike, frika sociale dhe frika për të folur. Shikoni se është shumë e rëndësishme kjo. Të qenë gjithmonë politikisht korrekt nuk është e drejtë për një pjesë të shoqërisë. Dhe unë kam qenë një nga ata që ndonjëherë këtë të qenë politikisht korrekt nuk kam qenë dakord.
sepse sjell dhe prodhon. Kush ka mësuar shoqëritë janë kështu politikisht korrekt, kam Ata që nuk duan ndryshim. Normalisht që çfarë? Ata që nuk duan ndryshim, jam mësojnë shoqërinë që të jetë politikisht korrekte. Po, pikërisht janë elitat. Po pra, ideja është që i intereson shumë që ne të rrimë të heshtur, të përullur edhe të vazhdoj kjo gjendje që është. Prandaj edhe e vërteta është bërë akt guximi universal, sepse duket sikur është diçka e huaj tani dhe e panjohur, dhe gjithnjë më tepër të thuash të vërtetën, është po bëhet një gjë që po bëhet e papritur, pra e vërteta po alienizohet gjithnjë më tepër, sepse ne po e shoqërosim të vërtetën. Si? Beson tek alieni? Po nuk kam prova që të besoj ose të refuzoj, nuk kam si them po ose jo kot, pa parë gjë. Mungesa e guximit janë edhe raste që më fal Esta. Atëherë kur ne jetemi në shoqëri ku, siç tha, mashtrimi është ajo norma, atëherë ne përpiqemi të përshtatemi në atë për të vazhduar para individualisht ndonjëherë. Dhe momenti që ti thua të vërtetën, aty je duke humbur pastaj, sepse ideja është humbet ato pozitat sociale ndoshta, atë punën. Ti me këtë po thua ata që na dëgjojnë në shtëpi mos thoni të vërteta se humbet. Jo, po ideja është të përballemi me realitetin Janë disa momente ku mungesa e guximit mund të jetë edhe vrastare karakteri, apo mundet edhe të vrasë në një mënyrë të heshtur, ndërkohë që ti frymon akoma. Pasi mashtrimi i madh i shoqërisë së sotshme është fakti që neve i imponojmë njerëzve ose i parashtrojmë njerëzve gjatë gjithë kohës të mundje të ndryshme. Përshëndet social anxiety, ADHD, e të tjera me radhë, që mua për vete kur i shoh në Instagram, më duket sikur jam relatable me çdo gjë që aty thonë. Po jo, s'ka të bëj, ato janë të rrezikojnë të mbyllen në vetvete në një nivel të tillë ku mungesa e guximit mund të çojnë në pasoja që të alienimit social. Unë mund t'i quaj edhe ndryshe këto si sëmundje teknofeudaliste që njerëzit i kanë, që njerëzit i marrin nëpërmjet rrjeteve sociale. Sëmundje lukse. Sëmundje që vjen nga shiko, unë kam përshtypjen që e di pse vinë sepse nga ana mjekësore ekzistojnë, po fakti që janë kudo dhe kurdo, po i bën shumë të aksesueshme dhe po na bën të ndjehemi gjithmonë Kjo vjen sepse atëherë, do më falësh pak se dua t'ua shpjegoj pse neve vetë bëhemi me këtë sëmundje, sepse neve justifikojmë dështimin e shoqërive tona. Neve, si edhe të rinj, mundohemi të justifikojmë çdo veprim që bëjmë gabim. Në rast se neve bëjmë një veprim gabim, marrim një shembull konkret. Unë thyej diçka, neve mundohemi të justifikohemi që nga kjo gjë minimaliste. Por në rast se kjo bëhet edhe, kjo është në mikro. Pastaj në rast se flasim në makro, ne si shoqëri kryesisht justifikohemi. Ne nuk e kryejm televizor sepse ndodhi diçka tjetër që na përplasi, neve fituam demokracinë se ra muri etj kështu. Pra ne ngrem çdo lloj situate vetëm për të justifikuar. Jo, po edhe justifikojmë dështimin. Kjo është më e rëndësishme. Ne dështimin e justifikojmë si shoqëri. Ne themi ne dështuam sepse dhe pranimi është hapi i parë drejt shërimit. Pranimi i problemit është hapi i parë drejt zgjidhjes së problemit. Po ky është problemi. Po s'kemi guximin ta pranojmë pra kjo është ideja, sepse se mbajmë dot përgjegjësinë tek vetja. Ariola. Por për t'ju bashkangjitur asaj që Esta tha, sepse më doli diku ku desha dilja dhe unë dhe prandaj më pëlqeu shumë ajo çfarë the Esta. Në lidhje me guximin. Ka dhe gjëra të mira Esta. Në lidhje me guximin, unë mendoj që nuk duhet jemi deluzional, por nganjëherë kur të drejtat tona shtypen dhe ne duhet të përballemi me realitetin në njërin anë dhe kemi guximin në anën tjetër, ne duhet jemi deluzional për të vazhduar përpara. Është ai momenti ku ëndrat tona dhe të qenit kaq brenda deluzioneve tona mundet edhe të na ndihmojë që neve realisht të vazhdojmë përpara dhe unë me këtë jam shumë dakord. Po, normalisht, unë nuk them që duhet jemi deluzionist që jo në nivel ekstrem që të na nxjerrë jashtë. Po, kemi një guxim prej budallaj që mos të dim ku po shkojmë apo çfarë po themi. Por duhet jemi deluzionist për të ndihmuar. Unë mendoj që duhet të kemi guxim të jemi pak të çmendur. Po. Por jo të kemi një guxim të çmendurisë të tepruar. Po lëni njerëzit të kapë përshtypjen, duhet i lëm njerëzit të kenë edhe deri diku iluzione ose deri diku ëndra. Sepse duhet prodhojmë atë imagjinat që neve kërkojmë diçka, ne kërkojmë të shohim më mirë shoqërinë tonë, ne kërkojmë të shohim më mirë mbase edhe disa kushte tona personale. Dhe duke folur me këtë guximin e budallajt, kemi shumë njerëz që me atë guxim kanë arritur të prodhojnë realitete që i besojnë masat e gjërat.
Unë realisht jam një njeri që besoj që imagjinata është energji krijuese. Imagjinata është një gjë duhet të jetë një herë në mendje që pastaj të arrijmë ta materializojmë. Siç thot për Puna është shembull, mos është iluzion suksesi. për shembull, një piktor shumë i famshëm, s'po më vjen emri, thotë që I dream my paintings and then I paint my dreams. I ëndërroj një herë pikturat e mia dhe më pas i pikturoj ato. Pra një gjë nis nga mendja, ëndrat janë shumë të rëndësishme për njeriu. Unë mendoj që ëndrat janë ato që na mbajnë gjallë deri diku. Jam shumë dakord, por unë jam edhe me këtë që ne duhet krevat është që ti mund të ndërrosh diçka, mund të ndërrosh diçka tjetër. Paktën jam e dirë në ëndra. E dim që jam shumë dakord, por ajo është fërmë për përshën temë, është mos ecim vetëm me ëndra, por dhe të ngrihemi dhe të veprojmë, që mos ngelim pastaj vetëm ato që ndërrojmë. Duhet të çohemi në mëngjes të motivuar për të bërë këto ëndra realitet dhe për të punuar që këto ëndra të realizohen. Unë për shembull para pak kohësh lexova dhe realitetin për shembull Dioniste dhe Apollonian, që sipas Dionisit ta bëjmë praktike. Gjë do thosha që në shumë vende Nietzsche thotë që fuqia e të ëndërruarit dhe të qenit pak deluzionale mban gjallë njeriu po i vrave atë ëndrën, po i vrave atë iluzionin brenda të cilit deri diku ekziston, ai njeri nuk ka më will to live, nuk ka më dëshirë dhe pasion për kjo lindin vetëm pika. Kam aftësi shpjeguese, unë them një gjë, pastaj elaboroj. Te kjo lindin dy pika kryesore. E para nuk duhet zotit kemi aftësi shpjeguese. Jo mos e ka vetë sa që përplasin fjalën. Po unë jam njeri ndërgjegjës dhe arsyes, Kreshnik. Te kjo lindin edhe dy pika kryesore. E para, njeriu nuk duhet jetë vetëm me ëndra, por duhet jetë edhe me këmbë tokë, duhet përballet pak a shumë edhe me realitetin. Prandaj ndonjëherë, prandaj në shumë të nera. Sa më thatë episodin e kaluar centriste, vetëm centristës jam. Do ta diskutojmë edhe të pjesë. Dhe e dyta duhet të diskutojmë. Duhet të ngrihet dhe veprojë. Në momentin që njeriu çohet me ato ëndra që i ka të prej, unë mendoj që ëndrat dhe iluzioni ose mund të quajmë si doni iluzion për të vazhduar përpara. Ato janë nëna e asaj çfarë është njeriu në vazhdim përpara, ndërsa praktika është babai. Çfarë është njeriu në Po tani ke kjo rinia shqiptare si e shikon ti? Po është jetime. Si shikoj unë është. Oladi deri tani më pëlqeu me njerëkën. Ajo që to testa, po kam idenë që ne i amballazhojmë gjërat aq bukur për veten tonë. E di pse mendoj se rinia shqiptare është iluzioni më i madh optik që kemi. E di pse mendoj se rinia shqiptare është në gjumë, sepse nuk kanë më fuqinë dhe dëshirën për të ëndërruar dhe po vdes imagjinata. Unë mendoj që kanë imagjinata ndërrojnë gjëra të tjera, jo se nuk po ndërrojnë. Imagjinatës është si autogol për rinë. Dakor, si mendoni atë? Unë dua të them këtë, nuk mendoj që të rinë në Shqipëri nuk ndërrojnë ose nuk kanë imagjinatë. Thjesht e kanë realizuar diku tjetër. Nuk po mendojnë më një sekond. Jo, kanë, po e përdorin në një rrymë tjetër. Pra ata nuk po mendojnë më si ta bëjmë Shqipërinë një vend më të mirë për të jetuar, po thjesht po mendojmë që si ti shërbejmë më mirë vetes, edhe këtë e zgjidhin ose duke u bërë palë me një diçka që nuk e përfaqëson në të vërtetë idealin e tyre dhe të mirën e përbashkët, dhe ose po zgjedhin që të emigrojnë diku tjetër dhe kaq. Edhe ti ndjekin ëndrat atje. Edhe vetëm guxim që nuk është ky. Pikërisht, kalojmë atë tek ajo çfarë thashë në fillim, interesi personal dhe i dëmshëm, jo vetëm në favor të... Janë interesat në skinë, pra. Interesat të maskuara se interesat mira. Bini shumë rrotull ndonjëherë. Unë mendoj që dhe të emigrosh do bini shumë rrotull. Atë flasim diçka. E sa rrotull apo të gjithë, nuk s'po vëgisht. Unë kam vetëm kresha shqyqyri bie drejt. Normal. Kjo s'diskutohet. Sa pëlqej. Tani po je lindur për profesoresh, urdhra. Ideja është këtu, një pjesë e madhe, le ta themi që një pjesë e madhe e shoqërisë nuk jeton në kushte, po të them që pse s'marrin guxim. Dhe pse ndonjëherë nuk thonë gjithmonë të vërtetën. Po pra pse s'marrin guximin? Sepse edhe një nga kushtet që nuk e marrin guximin është frika ekonomike. Një pjesë e madhe një pjesë e madhe e shoqërisë nuk është se jeton në kushte shumë. Kam idenë, nga ana tjetër mund të kem probleme me menaxhimin e inferioritetit pushtetit. Po shiko, nga ana tjetër nuk mendojnë që ndonjëherë njeriu kur është i vogël. Marrin për shembull Estën të them. Sa kanë përballë. Esta është nivel të mirë ekonomik të them. Po. Nuk e di tani, po me uroj që, besoj që. Dhe ka guximin e saj. Por përballë saj janë disa instrumenta, organizata, rinore, etj. Nuk ka rëndësi se si, të cilët nuk kanë supermacin financiare, por kanë një supermaci të pushtetit. Dhe ata të stopojnë, le të themi, që ti të arrish të zhvillohesh dhe ta thuash mendimin tënd me arsye. Shiko, pushteti është dhe kapital. Se gjithmonë duhet ta them. Pushteti është dhe kapital. Që do të thotë,
një person me pushtet. Sa mbërë dhe organizatat kështu? Një person të mbyllura, të centralizuara dhe kanë një hierarki që është bërë e pathyeshme. Që është e gabuar. Dhe nuk prodhojnë... Po, këtu kanë fajde të rinjtë. Përveç faktit që kam vënë re që po zgjedhin të përfshin njerëz që promovojnë më shumë antivlera se sa vlera. Po mire bëjmë Po ajo është tërë strategjike. Jam dakord. Sepse vlera është bërë kërcënim. Mos angazhimi i disa njerëzve dhe thash. I ka dhënë mundësi të këtyre të tjerëve. I ka dhënë mundësi disa njerëzve të tjerë që të përfaqësojnë të rinjtë edhe sot edhe nesër. Se ti për shembull ekonomikisht jam mirë, ç'të duhet? Dhe mendimi kritik është kërcënim i madh. Edhe mendimi kritik është kërcënim i madh, sidomos për shumë organizata të ndryshme. Dakor, po ka një problem tjetër që ka një problem tjetër që ne themi që duhet kemi ëndra, duhet dim se çfarë duam të bëjmë, të kemi pak deluzione, mirë po frika është ajo që na step dhe kalojmë te ajo që tha Kresha që parë, dakor, guximi nuk është të dish se çfarë duhet të bësh, sepse në parim të gjithë e dim, po guximi është që ta mposhtim këtë frikën dhe të mendojmë edhe që mund të bijem dëshmor duke arritur qëllimin tonë, mos të arrim, po të bijem dëshmor në të qof një përfitim individual, apo një përfitim që është më gjërë se ne. Pra, guximi, po 2 minuta, guximi është që neve të marrim parasysh dhe anët pozitive dhe negative, ama të zgjedhim ta bëjmë atë gjithsesi. Në qoftë se nuk zgjedhim ta bëjmë edhe duke ditur që mund të humbasim rrugës, atëherë nuk jemi guximtar. Ore kur kemi qenë kaq mendoj që duhet të diskutojmë. Ja ta diskutojmë. Mendoj që duhet të diskutojmë. Vlerat sipas jush janë të cënuara apo jo? Po. Okej, regjia foton të lutem. Ta diskutojmë pak lutem. Mirë, pak foton ta diskutojmë. Ja, e kemi. Kjo është një foto që unë e kërkova dhe e rikrijova, le të themi, për të kuptuar më mirë se ku qëndroj me guximin dhe me problematikat që guximi ka. Kjo tabel vizuale, nderuar teleshikues, e shikoni, përmbledh 4 vlera themelore që lidhen drejt për së drejti me guximin, me sjelljen dhe zhvillimin personal të rinjve, duke filluar nga besueshmëria, këmbgulja, vendosmëria dhe përgjegjësia. Se cila vlerë shoqërohet me një ikon identifikuese. Shkojmë tek e para dhe diskutojmë besueshmëria. Shkojmë tek besueshmëria. Guximi për të qenë konsekuent dhe për të përmbushur premtimet. Si e shikonin korrelacion me shoqërinë tonë? Mendoj që të qenit një sekond. Të qenit të përmbushës premtimet këtu, premtimi është bërë më tepër si ofertë. Po, është bërë, është bërë kështu si ofertë, do me thënë një gënjeshtër e bukur, po nuk i përmbush njëri premtimet, dhe të qenit konsekuent, as edhe kjo ka çduar shumë, dhe neve jemi në këtë krizë që jemi, pra të rinjtë edhe kushdo këtu e ka shumë vështirë që t'i besoj dikujt për shkak të kësaj që gjithnjë më tepër orientohemi drejt mashtrimit, orientohemi drejt atyre që nuk i mbajnë premtimet ose që nuk janë konsekuent në ato që thonë dhe në ato që bëjnë. Dhe kjo ka krijuar një lloj krize shumë të gjerë që gjithmonë kur flasim, se për shembull ne referohemi gjithmonë pjesëve tona personale, le të themi. Po. Por kur e shikojmë në korrelacion me shoqërinë, duket sikur ne jemi të guximshëm për veten, por nuk jemi të guximshëm për shoqërinë, pra. Ose ne jemi të gatshëm për suksesin personal, por jo për të tjerët, apo jo? Po nuk është relativ guximi, o e ke ose nuk e ke. Nëse e ke për veten, do marrësh dhe një mas nga mbrapa, sepse do bësh diçka të madhe. Nëse nuk e ke për veten, nuk bën dot asgjë. Kam përshtypjen që besueshmëria e fjalës premtimet ka humbur identitetin dhe nuk është më premtime ngeli vetëm premtime të skap besueshmëri. Premtime është pjesë e guximit, apo jo? Po normalisht, po jo, guximi është që të bësh premtime dhe ti përmbushësh, jo të bësh premtime kot. Gjithmonë ndonjëherë, po jo ti kyçësh pastaj premtime. Premtimet përveç se ti kyçësh, po ti vendosësh edhe një derë çelikt që mos futesh dot edhe ti shohësh ku janë këto premtimet, bësh një rezume të këtyre premtimeve. Ndërsa ndoshta e premtimet, më fal. Bëre si dera e konklavës tani. Po shiko, ne kemi problem. Kemi problem me derën e konklavës fusin premtimet. Dhe gjithmonë del tymizi, nuk e di pse ka tymizi. Në fillim po. Sa të krijohet besueshmëria. Po kësaj herë po vazhdo. Ishte shpejt. Po e shohim dot tymin e bardhë. Tani. Jo, ishte shpejt.
Po, kam përshtypjen që nuk dhe ka e shpejta këto premtimet që... Ladi, unë do shtoja këtë, mendoj që njeriu në lidhje me besueshmërinë dhe mbajtjen e premtimeve, ose bëhet guximtar, domethënë siç e shikojmë shoqërinë të ndarë në dy dimensione, ose bëhet guximtar për interesat e veta, si shteti dhe jo të përbashkëta, interesa që janë vetëm normalisht interesa nga vetja fillon, por interesa që janë më shumë në dëm sesa në favor të mirës së përbashkët, ose bëhet martir i përmbushjes së premtimeve të tjerëve dhe nuk ka guxim më për veten e vet. Edhe diçka tjetër në shtim të asaj që po thoshte edhe Ariola, kisha edhe një diçka që kam pak që doja ta thoja. Në momentin që kemi njerëz që duan të promovojnë atë që merrni guximin, ndiqni ëndrat tuaja, mendoj që pika ku ata ju vën kufirin njerëzve të rinj, është atëre kur ata bën më të mirë se sa, domethënë ti merr guximin, bëu i mirë, po jo më i mirë se unë. Atë kur të vish afër meja aty avash çik se po normalisht kjo njëhet me ato termin studentin që mbizotron profesorin, por në këtë aspekt zakonisht profesorat që janë akoma në punë nuk duan që jo në aspektin Esta është një shembull që do t'i zëvendësoj profesorat shumë shpejt. Por njeriu duhet ditë bëj balancën dhe të mbaj besueshmërinë lidhje me premtimet e veta, dhe të mërbosh premtimet e veta që janë guximi që ai duhet ta shpërbejë vetveten me to, dhe mos të bëhet të përmbush premtimet dhe me të tjerë, por jo të kohë bërë si shakresha tapet. Ti vetë ke pas akte guximtare? Po, patjetër. Një nga aktet guximtare që unë kam pasur ishte ardhja këtu në studio. Po, mendoj që gjithë secili prej nesh e ka bërë një hap guximtar. Paktën këtu brenda një për një herë, po. Edhe unë dakord jam, unë kisha guximin folja dhe prandaj më thye besueshmëria prandaj. Po kjo është e vërtetë. Mirë, shkëm tek këmbgulja. Pra, ke besueshmëria se dojmë apo jo. Nëse japim një notë, nuk e di çfarë note do të japim. Se dojmë apo jo? Po. S'marrim not fare. S'marrim not fare. Nuk e të shumë. Këmbgulja. Jemi shumë këmbgullës, si po. Po. Jo, pa ironi e kam seriozisht. Zgjedhjet që këmbgulëm. Ne këmbgullëm deri në fund që... Ne këmbgullës po për ndonjë... Dhe guximin për të vazhduar për... Atëherë, shiko... Njërë për njërë, kjo... Duhet kuptojmë, te guximi për të vazhduar përpara pavarësisht pengesave, duhet kuptojmë se cilat janë pengesat. Pengesat mund të jenë ekonomike, shoqërore, dhe shoqërore janë ato barrierat që shohim, dhe ndonjëherë këto pengesat i vendosim edhe vetë neve, që do të thotë, unë kam folur gjithmonë për pragun, jo elektoral, se kam folur gjithmonë për pragun që të ndanë ose për atë murin që ne vendosim vetë për të ndarë veten tonë nga shoqëria. Dhe kjo është diçka që kam përshtypjen që e sfumon guximin. Njeriu që është i guximshëm nuk sheh pengesa, pra që është këmbgulës, nuk sheh pengesa, dhe sa do i lartë, e kam thënë disa herë, sa do i lartë është muri, del mbi veten e tij për ta kapërcyer këtë dhe për ndihmuar një pjesë të madhe, dhe ky është këmbgulësi. Po, dhe këmbgulja, si që shikoj unë është... Realja është që ky guximi për të vazhduar para, pavarësisht pengesës, sikur është i zbetur, nuk shoh pak njerëz që janë aq idealistë, aq këmbgulës, sa duan që ta realizojnë qëllimin deri në fund, sepse vetë ne jemi një shoqëri që kompromisi është shumë i kollajt mbi çfarë do lloj interesi të caktuar dhe mund ta gjejmë lehtë ato gjuhën në përbashkët, prandaj kjo është shumë e vështirë. Siç e shikoj unë lidhje guximin për të vazhduar përpara pavarësisht pengesave, në lidhje me ato çfarë tha Kresha, unë nesër mund mos di se çfarë pengese më del. Por guxim quhet që edhe pse unë nuk e di se me çfarë do përballem nesër, unë zgjedh të ecë përpara. Normalisht kur kam mundësi ta shikoj, do e shikoj, por fakti që unë nuk e shikoj momentalisht, le të themi, nuk më bën mua jo të guximshme. Pengesa që më del mua përpara në rast se e drejta është me mua, kam përshtypjen që nuk e konsideroj se më saktë mund të jetë atje, po Shiko, dhe kjo që tha Esio të arrish qëllimet, ndoshta edhe si një lider që ka një turm nga një masë shoqërie nga mbrapa, nuk të bën idealist, të bën njeri me vullnet dhe të bën një lider të vërtet. Idealizmi është gjë komplet tjetër. Po mirë, po ti do e besosh një farë ideali që frymëzon njerëzit që do ndjekin nga pasën, nuk do ndjek njëri. Po të jesh idealist do të thotë të besosh në gjëra që nuk arrihen, po thjesht i ke si shembull. Po jo mos do thotë që nuk arrihen, të besosh në të jesh 2 minuta. Idealizmi është koncept platonian dhe idealizmi ka ardhur si një koncept për të pasur një shembull që edhe vetë Platoni ka thënë që ti nuk do arrish dot, po ti e ke aty për ta ndjekur si shembull. Po mirë, do të thënë kjo i bie që të jesh idealist nuk do të thotë që
të jesh një lider i mirë, apo të arrish gjërat, ajo është të jesh i vullnetshëm dhe ta dish se çfarë ke qëllim, të jesh realist. Unë nuk kam po mirë, me këtë që thua ti bie në narrof lufta kundra korrupsionit për një drejtësi më të mirë, kështu se nuk arrihen asnjëherë dhe s'ja vlen fare pastaj. Unë nuk kam studiuar filozofi lidhe me këtë pjesë, por ajo çfarë unë di të them është fjala ideal ose të zgjohesh me një ideal, nuk është thjesht të zgjohesh me diçka që nuk arri dot. Unë gjithmonë do luftoj pavarësisht se ndoshta mund të mos arri, sepse unë këtë nuk e di, unë do luftoj drejt konvergjencës për të arritur. Patjetër ti zgjohesh me qëllime dhe me parimet e tua. Por jo gjithmonë është një ide që pluskon, jo gjithmonë është një ide që pluskon, jo gjithmonë është një ide që pluskon në ajër. Unë mund të bëj edhe shumë gjëra për ta vënë këtë ide në realitet. Ideale do të thotë përsosur, të përsosur nuk e arrin dot njëri. Ti zgjohesh me një bosht nuk e preki dot konvergjencën, por dua t'i afrohem. Patjetër është shembulli, këtë po them, po nuk është të arrish një të mirë për shoqërinë, nuk është thjesht idealist, është të jesh lider dhe i vullnetshëm. Perfeksioni është utopi. Po jo, po se idealisht nuk ka substancë fare, pastaj edhe nuk do arrish asnjë gjë dhe nuk do bësh asnjë gjë. Idealist është të kesh një ide tënde. Ta ndjekësh, të jesh ta besosh 100%, punosh për atë. Por ideja është e përsosura. Po jo, shiko, nuk ka se si tjetër nuk është absolute. Po të flasim për perfeksionizëm do kishim më bardhë që ti është absolut. Ndryshe nga Kapela Sistino kështë dalë të mi bardhë më njerë. Dikush që është idealist, ose s'do kishte dalë kur. Një person që është idealist është shumë këmbgulës, kam përshtypjen. Përveç përpos të gjithave. Dhe idealizmin e tij, idenë e tij e shpreh nëpërmjet këmbguljes. Edhe duke qenë kushte të çuditshme. Kështu që dhe pengesat nuk i konsideron dhe del dhe guxon. Guxon në idenë e tij që unë kam këtë ide dhe pastaj në rast se ndjekin njerëzit kjo është gjë tjetër, po në momentin që i del një pengesë përpara kërkon ta evitoj. Njëri i vullnetshëm. Po një person që ka dhe ideal, se nuk mjafton ka një bosh të vetin, po është i vullnetshëm. Sipas mendimit tënd shoqëria ka ideale apo nuk mbështetet në ideale? Shoqëria sot s'ka asgjë, me thënë drejtën, po duhet të ketë një bosh parimesh. Jo, unë nuk mendoj se e bëm shoqërinë të duket sikur ka mbaruar fare, sikur ka marrë lumi. Jemi në një kaos total. Unë mendoj që ka ideale. Ne jemi në stabilokraci, jo në kaos. Unë mendoj që shoqëria sot ka ideale, por nuk ka guxim ndjek normalisht, sepse ka edhe shumë pengesa që i dalin përpara. Ku jemi Ariola, ku jemi? Pra dalim te vullneti që përmenda më përpara. Po, nuk është se ti the s'ka ideale dhe s'ka asgjë gjë. Nuk mendoj që s'ka ideale dhe s'ka asgjë gjë. Ka ideale, ka ëndra, ka gjëra që do t'i ndjek. Por pengesat që i kanë dalë përpara ja kanë zbehur momentalisht atë guximin që duhet ketë për të vazhduar për t'i ndjek ato që dëshiron. Në rast se nuk bëjmë asnjë gjë, jemi as kërku në një kaos total. Ne folëm për ata që punojnë për të që kanë guximin për të bërë rotacioni prej atyre. Pyetja është a kemi zgjedhje në momentin që mendojmë se kemi zgjedhje. Po pluraliteti është një gjë që ekziston. Në momentin që mendojmë se kemi zgjedhje, të gjitha organizatat thonë që ka mendime të ndryshme. Ne pasim shumë diversitete të diversiteteve. Atëherë pse s'kemi zgjedhje ne dashurisë? Nuk po them që s'kemi zgjedhje, po them në momentin që mendojmë se kemi zgjedhje, atëherë nuk mund t'ja hedhim më fajin dikujt tjetër. Është përgjegjësia jona dhe është detyra jona morale të bëjmë një zgjedhje. Mundësisht të bëjmë zgjedhje në duhur, nëse ka të duhur. Por mund të zgjedhim mos nëse ka zgjedhje. Do më falni, do e disi përgjigjem këtyre pluralistëve. Sa e shqetësuar duke. Ideve roz. Ja bëri krevati alu. Ku jemi i gjëkundit, qa bëmi i gjësene? Se nuk zgjodhem. Ky është problemi. Zgjodhëm të mos zgjedhim. Zgjodhëm të që është gjë më problematike për momentin. Tani shikojmë ana negative, normalisht që duhet të vëmë duart në kokë, por mendoj që duhet jemi edhe më pozitiv dhe të shikojmë ata çfarë mundemi të ndryshojmë. Sofiste kështu, hajde ta shohim bukur gratë të pozitiv, sa të duash neve, po ne kemi ardhur në klasë realitetin. Unë jam në do të kuptohemi. Unë jam pak stoike. Unë jam me ata që bëjnë shoqërinë pa bukë. Në fund të këtij episodi do vendosim që ka ardhur fundi botës dhe asgjë s'ka më kuptim. Unë po them gjë tjetër, unë po them që jam kundër këtyre grupimeve sofiste, njerëz të cilët zgjohen në mëngjes dhe thonë unë jam një pambuk dhe prandaj kur përplasen nuk goditem asnjëri. Kjo që këta njerëz që nuk e shohin realitetin, këta njerëz që shohin jetën me shumë gjyra, po Tirana apo gjithë Shqipëria kam përshtypur edhe bota, po nëse gjithsesi se s'dua të flas konkretisht. Jepi more. E shohin shumë mirë mjegullën që ka kapluar dhe ka prodhuar një stagnacion të njerëzve dhe ne nuk mund të flasim neve për ngjyra kur
E kam thënë në këtë studio, nuk mbushet pjata në fund të ditës me idealizma. Kjo është ideja. Kaq, njerëzit kërnarë se kuptojnë këtë, nuk janë të guximshëm dalin për vetë në tyre. Dhe unë mund t'jem një nga ata që mund të shijoj të mirat e shoqërisë. Patjetër. Po si unë nuk janë të tjerët. Dhe unë mundohem që, duke qenë se jam shumë empatik kundrejt njerëzve, mundohem që t'i zjoj t'i them, shikoj realitetin sy, po jo, interesi ngusht, idiot, ekonomik, e ka bërë shoqërinë të jetë këtu ku është. Është e vërtet. Shumë e vërtet është. E vërtet ishte dhe ajo që kisha për të nënë Sa më përqen për qesh kështiku. Po sot jemi kështu të ndryshëm, futesh në komplet dhe pastaj vjen e bardha. Ladi, unë mendoj që ne këtu jemi për të motivuar, mendoj që këtu jemi për të motivuar dhe për të nxitur shoqërinë zonë, dhe jo për të thënë që për t'u nxjerrë me ata në negative në që ne nuk kemi ju nuk vini, po të vërtetën pak në ta marinojmë pak në rast se revoltuar që se ty. Po mirë, kuptojmë që ai është revoltuar, për të paktën të vërtetën mos u nxjerrim ka shablon, të lëm pra në humbje, të rinë humbje në të bëjmë propagandë. Po ne a duam që të zgjojmë apo a duam që të zgjojmë? Njerëzit me propagandë, zgjohen njerëzit duke ja u thënë copë që ky është problemi jot olla. Ky është problemi jot, çfarë do bësh për këtë? Por ka dy çështje kryesore, ose do zgjohen ose do ndrojnë krahun. Ne do themi që ju s'po dini, ju s'po bëni problemin që ke, që ne po ta themi hapur, ti e meriton të rish aty. Sepse nëse ti e di kush është problemi jot dhe s'bën asgjë, e meriton të rish aty. Jam shumë dakord, por ne këtu kemi ardhur që ata të mos rrinë aty. Po sepse po flasin idealizma, po ne këtu nuk kemi për idealizma, jemi për të vërtetën. Tani ne s'do i marrim për krahun, nëse shoqëria është e vërtetë dhe zgjohet, atëherë e meriton. Unë kam marrë një mision dhe do e them shumë hapur këtë gjë, që unë mundësisht ta bëj këtë gjë, pas një kohe të caktuar që zgjidhja ime. Dhe e dini pse? E dini pse? Sepse unë mendoj që duke fshehur gjithmonë të vërtetën, duke mos e thënë të vërtetën ashtu siç është, e pa gatuar, e pa vendosur me lulëzime, me etj. Pra duke thënë të vërtetën ashtu siç është, dhe duke mos u fshehur të vërtetës, dikush ka thënë një gjë interesante. Dikush që është funksionar shumë i lartë i shtetit. Ka thënë gjatë historisë Shqipërisë, jemi skuqur si rus, jemi zverdhur si kinez dhe jemi nxjerrë si shqiptar gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe të mundohemi që të nxjerrim nxirjen tonë si shqiptar të paktën, duke vendosur përgjegjësinë edhe tek vetja jonë, duke qenë një shoqëri që nuk merr përgjegjësitë pjesa 4. Se kalova te pjesa 4, por është për mua është më preksja. Nuk kemi si shoqëri sensin e përgjegjësisë. Përgjegjësia është edhe imja, po edhe e jotja. Po në rast se unë nuk kam përgjegjësi të zgjoj ty, atëherë është jam unë një individ i papërgjegjshëm. Prandaj të thash në fillim, i thash dhe Esta në fillim, që neve nuk kemi bërë 100% punën tonë, kam përshtypjen si të rinj, si grupim, si mision deri diku. Sepse unë nuk e kam zgjuar atë pjesë shoqërisë time që rri atje ulur edhe ka një bosht shumë të cekët mendoj. Dhe duke thënë të vërtetën me gjysma, neve jemi jo më shumë se sa të papërgjegjshëm. Po, unë jam shumë dakord me ty Kreshnik, por në lidhje me atë çfarë ta ke, si, okay, shoqëria ka nevojë të zgjohet, ka të vërteta që duhen thënë copë, por ajo çfarë ne mund të bëjmë për të motivuar shoqërinë është jo t'u aplasim fytyrës dhe të themi shiko se ti nuk bën, ti nuk di, ti s'po zgjosh, por të jemi ne indikatorë që i nxit dhe i zgjon ata. Në rast se një njeri se ne se kapim dot për krahun që të themi zgjoni, por ka shumë gjëra të tjera që mund të bëjmë pa u thënë shoqërisë se shiko se ti ke këtë të mirë, ke këtë si në rast se një njeri ka dhe disa grupe në shoqëri që janë këto që flasin për pambukun, këta Kreshniku, dhe këto duan ta zgjojnë shoqërinë. Domethënë, je i stresuar po. Fillo të meditosh. Sa po e kuptove që je në botën e dur dhe ke krijuar një komunitet tëndin. Je pa lek. Jo, po ka dhe një në Gjermani që është pa lek si puna jote. Qëndro i vetëm se do vi. Do vi. Unë mendoj që vërtet normalisht, unë mendoj që vërtet është vetëm të varfër të mënyra se si zgjedhim ne ta shikojmë janë të ndryshme. Po, në korrelacion me atë çfarë po thotë Kesi, unë mendoj që jam shumë dakord. Shoqëria shqiptare ka nevojë të zgjohet, por kundërshtrimi që ti dhe unë zgjedhim ta shikojmë është ti zgjedh tua thuash, tua përplasësh ose ti nxjerrësh të thosh ti nuk je, ti nuk bën. Ndërsa unë them le ti optimizojmë dhe le ti në rast se një njeri është i ndërgjegjshëm për llumin ku ka rënë dhe zgjedh të rinë po atë llum pa bërë asnjë lëvizje të dorës, atëherë e meriton të rinë atë llum sepse po e zgjedh vetë. Unë s'po them atë, unë nuk po them atë, nuk ne po ndërtojmë një shoqëri të tillë, njerëz pambuk,
ose pa identitet, futeni të gjithë atje. Që futen në një astik të gjithë. Jo, po shiko, njerëz të këtill, të gjitha vendeve bashkohuni, ka ndryshuar edhe fjalët tani. Mirë, është edhe internacionale socialiste. Po ka ndryshuar, pra, ka ndryshuar. Ja bashkuar socialistët, po s'ke bërë. Kur thra. Ajo që doja të thoja për guximin për të qenë i përgjegjshëm, të qenë të përgjegjshëm nuk do të thotë guxim se je i përgjegjshëm për nevojat bashkë. Pra, nderuar teleshikues, kemi vajtur te kolona e fundit. Përgjegjësia, guximi për të pranuar gabimet dhe për të mësuar prej tyre. Të jesh i përgjegjshëm thjesht për nevojat bazike të vetes. Të jesh i përgjegjshëm thjesht për nevojat bazike të vetes nuk është asnjë gjë se fundja thjesht janë nevoja të njeriut, po përgjegjësia duhet parë në një prizë më të gjerë të jemi përgjegjshëm për zhvillimin që do marrim për zhvillimin që do vinë në të ardhmen dhe për atë që duhet bërë siç duhet, po fatkeqësisht kjo lloj përgjegjësie është ulur jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë. Sepse po shkojmë drejt konflikteve, po shkojmë drejt zgjidhjeve radikale, po shkojmë drejt edhe çmendurirave. Ashtu do shkosh, nëse ti të fillon po se nuk kemi aq të përgjegjshëm prandaj. Po nuk kemi aq të përgjegjshëm pra. Po pra sepse është ajo që tha Ariola në fakt. Po tregojmë përgjegjësi. Pra, është ajo që tha Ariola, se këtu vim tek ajo që tha Ariola që shoqëritë nuk mund ta çosh duke e traumatizuar, sepse duke e traumatizuar ne nuk po flasim për trauma. Jo, ne nuk po themi ne nuk po e traumatizojmë, ne thjesht ne po flasim që njerë duhet tregosh realitetin siç është, ndryshe po e zbukurove që në fillim ai thotë unë jam okay dhe por këtu. I shërimit të një sëmundje është diagnostifikimi i saj dhe ta pranojmë që kemi një problem dhe të përpiqemi ta shërojmë problemin. Por në lidhje me përgjegjësinë, Ladi, unë mendoj që shoqëria shqiptare kam deri në 10 minutat e fundit, ma konfirmoni, okay. Që përsa i përket guximit për të pasur përgjegjësinë, përgjegjësia nuk është vetëm për vete. Në rast se unë vi në këtë studio dhe kur të dal nuk kam arritur që të paktën si individ të kem motivuar një shoqëri që të ngrihet e zgjot, por jo nëpërmjet duke i traumatizuar ata, unë them që misioni im ka dështuar, unë kam marrë këtu kot. Po pra po, edhe ajo dhënia diagnozës do të jetë shumë e saktë që tha po thej për të këtë për që sapo thej për të kuruar sëmundjen. Është sikur mjeku kur del me diagnozë, ke një X gjë caktuar. Nuk mund të ta përplasë në fytyrë dhe tani ti e ke atë ne morëm vesh e ke, por jo të ta përplasë dhe të traumatizojë. Po, ne nuk po flasim për trauma, ne nuk po themi që nuk ka shpresë, ne po themi që ta themi realitetin siç është. Pra diagnoza duhet të jetë sa më saktë dhe ftohtë, që të shkosh drejt një zgjidhje. Se ndryshe, po e zbukurove, s'ka zgjidhje po. Ladi mund të thotë diçka. A janë të dënuar të rinë në hije ata që nuk kanë guxim dhe a shoqëria jonë një shoqëri që po rrin hije? Po ne, për t'ju përgjigjur kësaj, Ladi, ne kemi bërë si bisedë edhe me Estën njëherë personalisht dhe kemi thënë që me Estën e kemi bërë. Jam këtu në studio, përshëndetje. Se e ke pasur dhe në fundit Estën? Jo, kur kam ardhur si fillim si spektatore. Okej. Dhe ka rastisur pjesa se po lidhen domethënë shumë me traumën dhe ne kemi thënë që një person është i pafajshëm për traumën ose për, le të themi këtë rast, për mungesën e guximit dhe përgjegjshmërisë së vet, deri në momentin që ai e kupton që bëhet i ndërgjegjshëm që nuk ka guxim ose nuk. Shumë shpejt i falti keni njerëzit. Urdhëro. Shumë shpejt e fal keni shoqërinë ju nga kuksi. Atëherë. Jo, nuk është puna për ta falur. Shumë paqësore. Po marr. Jo, lëre ta përfundoj. Një sekond, po problem. M'fal, Ariola. Por kemi thënë që është i vuajtur ose i pafajshëm deri në momentin që ai zgjedh që të qëndrojë i tillë. Në momentin që ti e merr vesh se ke këtë X problem dhe zgjedh të qëndrosh në atë batakun ku ke rënë, atëherë ti je vetë fajtor. Nuk ta kanë thënë shqiptare, të rinë shqiptar shpeshherë duan të bëjnë një jetë. Po, por ti i replikove asaj çfarë unë thash në lidhje me mënyrën se si ne zgjedhim që ta themi të vërtetën në mënyrë që abstragoj nga ajo çfarë nuk e thua të vërtetën e plot, ai nuk ka se si ta di. Duhet ta thuash të vërtetën e plot ashtu siç është, pa e marrë shoqërinë që na ka ardhur. Ata që thanë vërtetën e plot, u përjashtuan. Po, të ketë dy anët e medaljes. Por ta ndihmoj, do ketë dëshmor gjithmonë. Por ta ndihmuar se e bëm si muhabet spitali, për ta ndihmuar këtë shoqërinë që na ka ardhur pacient sot në këtë studio, ne zgjedhim që t'ua themi në një mënyrë që është më e butë dhe jo ti traumatizoj apo ti bëj ata ndihen keq, pavarësisht se nëse ndoshta ato çfarë ka ndodhur se ndryshojmë dot me rrënjë.
Por, e vërteta nuk duhet t'i bëj njerëzit të ndjenë më keq, duhet t'i bëj thjesht të vetëdijshëm. E vërteta nuk ka se t'i bëj. Nuk është ajo qasja e parë që Por më ja njerëzit dikush që duhet dëgjon mësohen se po flasim për individ të rritur, jo për fëmijë Por ti kopshti. qasë është një audiencë të gjerë, nuk mund të presësh Po patjetër po flas për një audiencë të gjerë me njerëz të rritur, të vaksinuar, jo për fëmijë kopshti. Nuk po themi ti kem t'ia themi fëmijëve këto. Po fëmijëve jo, po edhe dikush ti të flasësh të skutat e Ideja është ta studiosh atë. Sa i guximshëm, ë? Tani po unë guxoj. Jo, Ideja është ta tani jam brapa unë guxoj. Në fakt nëse ka një gjë për të cilën ky emision shikohet, le të themi, ose ndiqet dhe kemi arritur 100.000 shikime në një muaj, dhe kjo nuk është e pakët në mediat sociale, po flas, dhe kjo nuk është e pakët për një emision, tregon që ata që na shohin thonë që kanë guxim të flasin dhe flasin shumë mirë. Dhe kjo është një gjë që i atribuohet juve, jo mua. Por ajo që dua të them është fakti që shpesh herë në shtëpi këto kakofonit na paralizojnë me emisionin Opinion apo emisione tjera ku njerëzit kanë debatet e shtrenjta politike të këtij vendi relativisht jo të pasur. Dhe mendoj që këtu qëndron guximi. Pra guximi qëndron kur ti bëhesh pjesë e mediumit publik, të jepet hapësira, një medium siç është radio televizioni shqiptar, dhe ke mundësi dhe guximin për të krijuar një gjeneratë e cila flet. Sepse nëse ka një problem është që të gjithë thonë të rinjt nuk flasin, të rinjt nuk angazhohen, të rinjt nuk duan. Jo, të rinjt flasin, angazhohen, duan, por kanë frikë. Dhe kjo është mëse e mjaftuesh, mëse jo normale, ose është krejtësisht anormale, pasi ata gjenden shpeshherë nën presionin e autoritetit ose të pushtetit. Pushteti nuk do të thotë që është pushteti vetëm qeverisës, po pushteti të gjithë mekanizmave shoqëror që për mendimin tim duhet i krijojnë rinis liri dhe jo ta uniformizojnë. Dhe diçka do thosha për pjesën, sepse peshore nuk është vetëm Kesi, peshore është edhe vetë... Kesi është nga datëlindja peshore. Jo, se bisheka. Nga horoskopi po thua. Jo, po e kuptova. Okej, ishte shaka. Okej. Jo, do të thoja diçka tjetër. Se kuptova Do thosha diçka tjetër për peshoren. Peshoria simbolizon edhe drejtësinë. Patjetër. Dhe një shoqëri në koncept. Një shoqëri e papërgjegjshme nuk e ka konceptin e kësaj. Pse? Masa e njerëzve do ta ilustroj kështu. Masa e njerëzve, në rast se i vendosim peshore, njerëzit që kanë pushtet, nga pesha janë më të pakët. Pra, janë njerëz Po. Pjesa më e madhe e shoqërisë. Më pak njerëz kanë më shumë lek. Pjesa më e madhe e shoqërisë qëndron dhe anon peshoren. Pra, anon nga e drejta, le të themi. Qartë. Dhe njerëzit janë të papërgjegjshëm, në momenti që e kuptojnë që peshore anon nga anë e tyre, dhe janë të papërgjegjshëm që janë ata fajtorët. Nuk e di në rase u kuptova dhe... Qartë. Pra, një pjesë që peshon shumë, por që nuk ka përgjegjësi që këta gjithmonë duhet kënë të drejtë, Qartë. dhe pjesa me madhe shoqërisë nuk ka. Kjo është pikpyetja ime me madhe. Pikpyetja cilën e mora përgjigjen. Mirë. Dakor, do shkojmë në këto momente. Dua të shkojmë me kuotën numër 4. 4 regjia, më ndihmon. Atëhere, Kesi e lexon dot që aty? Ai që hum pasurin, hum shumë. Ai që hum miqt, hum edhe më shumë. Ai që hum guximin, hum gjithçka. De Cervantes. Ky që shkroi Don Kishotin apo jo? Po. Edhe bën shumë sens kur shkruan ai, sepse mos harrojmë që Don Kishoti luftoi edhe me mullin të erës. Në fakt kjo nuk është një shprehje tipike e përdorur për gjatë Don Kishotit, por është referencë, le të themi, e rregulluar. Mendoj që ka shumë të drejtë, sepse pasuria është diçka që ne fitojmë mbasi kemi miq dhe guximin. Miqt janë ata që na mbështesin apo na motivojnë dhe guximi është diçka që është e jona dhe është ajo që vërtet na çon përpara. Sa miq ke dashur Kesi? I numëroj me gishtat e njërës dorë. Okej. Edhe më të projnë. Ne kur kemi qenë vegjël kemi pasur më shumë. Nuk e di operatorët në studio kur keni qenë vegjël keni pasur më shumë besoj. Të njohur kam shumë. Shoqëri le të themi, po miq të vërtet as gishtat e njërës dorë. Labani besoj ke pas më shumë, Murati më shumë, po. Okej.
Kam Alvin, mik. Po mik nga partia, keni mik nga partit? Po qike këto, Lati. Qike këto. Po pse u të rëmbë ti? Jo. Okej, dakor. Lartë qoftë. Mua më plasën derën se kishe shumë guxim. Okej, dakor. Ka dhe raste tilla kur të thonë, mes që ke guxim, dil nga dera, po mund të futesh dhe nga dritarja, ose... Jo, të nxjerrën dhe nga dritarja. E kam dëgjuar. Bëu si baba gjyshe vitëri, futën nga u gjaku. Ja, Pambuku, foli Pambuku. Që folëm për krevatin, do t'i dalë nëndra, se s'ka mundësi. Në lidhje me këtë kvotën, unë mendoj që normalisht, ai që humb pasurinë ka humbur një gjë që është thjesht vlerë e një X kalibri caktuar. Por ai që humb guximin ka humbur identitetin e vet si njeri dhe ai njeri nuk shuhet më me identitet, ai shuhet një qenie e boshe, e zbrazët dhe e pajitë. Tani çështja është e tillë, sipas teje Ariola, është rinia shqiptare dhe kjo është pyetja e fundit dhe e mbyllim. Rinia shqiptare është optimiste apo pesimiste, apo është skeptike? Për ta marrë, se unë përfituar tani një peshore që do e peshoja a është optimiste apo pesimiste. Për ta marrë, unë mendoj që është diku në mes dhe e kalon peshoren tjetë. Okej. Si mendon? Unë mendoj që janë skeptik. Gjithnjë më tepër përshkojnë drejt skepticizmit, sepse ka humbur besueshmëria dhe përpasoj çdo ide që proklamohet të jetë shumë e mirë, është më vështirë të besohet dhe përpasoj është ndrydhur guximi për të ndryshuar dhe për të shkuar drejt një më të mire. Alvi, si e mendon? Edhe unë bashkoj me mendimin e Esios që ndrojmë në atë spektrin e skepticizmit, sepse çdo lloj gjëje që na duket shumë e mirë tani është shohim ore. Nuk supozohet të jetë kaq e mirë, ato që na duken negative janë negative dhe mbetemi aty mes. Unë mendoj që janë apatik, as optimist, as pesimist, thjesht marrin frymë dhe vazhdojnë jetën. Të mjegulluar pra. Dhe Esta? Unë uroj që të paktën të kenë frikë ta njohin veten dhe jo mungesë interese. Kresha? Tragjikomik në sojën e tyre. Ky ishte dimensioni 4, nderuar teleshikues, për ditën e sotme. Në fakt, gjenerata Z po rritet shpejt, kohët ndryshojnë më shpejt se ç'duhet, atyre ju kërkohet të jenë unik, por në të njëjtën kohë edhe të jenë pjesë e konformitetit. Tani, hajde ta kuptojmë të jesh unik apo të jesh konform. Guximi për ta nuk është vetëm një trimëri klasike, sepse përgjithsisht e mësojmë në librat e klasicizmit, por aftësia për të qenë vetvetja në një botë që të teston çdo ditë, pothuajse është krejtësisht e vështirë. Megjithatë, Shqipëria, nderuar teleshikues, e ka rininë e saj. Por a e ka rinia guximin e saj jo vetëm për të folur në debate publike, pasi edhe në këtë aspekt ka ceduar, le të themi. Pra shpeshherë të rinjt nuk duan të marrin pjesë, nuk duan të flasin, nuk duan të identifikohen, dhe kjo lidhet me frikrat që të rinjt kanë. Por kur e shikojmë në trajektoren se si ata e shohin të ardhmen dhe kur pyeten personalisht e shohin të shëndritshme. Po kur i pyet për të ardhmen e shoqërisë nuk e shohin në të njëjtën mënyrë. Dhe këtu peshorja fillon të ketë probleme me guximin që ka rinia për të përbashkuar ato ndjenja dhe identitete për cilat do ta çoj përpara. Ky ishte dimensioni 4 pas zgjedhjeve të shumë diskutuar natyrshëm dhe debateve të cilat e kanë polemizuar edhe më shumë ose më pak situatën. Por e rëndësishme është që teksa ecim, teksa përballemi me të rinjt, të kuptojmë më shumë dhe të bëhemi të vëmendshëm, dhe mos e harroni këtë gjë, të vëmendshëm për ta përdorur dimensionin 4, jo vetëm si një fabrik e cila ka personalitete që nesër mund të punojnë në mediat publike, mund t'i merrni dhe t'i bëni pjesë partive politike, por ta shikoni si një fabrik e cila mund të jap jo thjesht një vitrinë, por të jap një aset të rëndësishëm të opinion bërjes. Pashk, natë e mirë.